kush është Klodian Brau, cilat janë çështjet e bushme që ka jetuar. A ka një çështje të rëndësishme që mund ta quajmë sukses të rëndësishëm të tij? Lala. Pastaj kaloj te analizë. Zoti Brau ka mbaruar me medalje shkollën e magjistraturës. Nga shkolla e magjistraturës është emëruar në Berat, ka drejtuar prokurorinë e Beratit, prokurorinë e Vlorës, ku ka patur në nënhetim në atë kohë kryetarin e Bashkisë së Vlorës së kohës zotin Shpëtim Gjika dhe më pas disa çështje që lidhen me tjetërsimin e pronave në qytetin Bregdetar. Më pas është emëruar në prokurorinë e krimeve të rënda, ku ka drejtuar seksionin kundër korrupsionit dhe që ka patur kryesisht në nivel të kryetarëve të bashkisë. Aktualisht në prokurorinë e posaçme ka jetuar aferën 5D, që ka qenë rasti parë që më pas filloi dhe derivoi edhe çështja ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Erion Veliaj, dhe ndërkohë ka patur edhe çështjen Toyota Auris, që ka treguar, thash, ka qenë një ndër testet kryesore për të, sepse bëi fjalë për të gjithë kolegët e tij dhe njerëz me cilët ai kishte bashkëpunuar ndër vite, për cilët ka firmosur masa arresti. Patjetër pastaj që ka një sër çështjesh, sepse ka patur edhe çështje të krimit të organizuar, po përmenda dhe është kryesisht i specializuar sa i përket hetimit të korrupsionit në nivele të larta. Pra, zoti Braho është proceduralist shumë i mirë sa i përket hetimeve të krimit kundër korrupsionit, ndryshe nga dy kandidatët e tjerë, Zoja Musabelliu dhe zoti Gjoli, që kanë një profil shumë specializuar në luftën ose në hetimin e çështjeve që kanë të bëjnë me krimin organizuar. Freqi nënvizoi një gjë shumë të thjeshtë. A ishin të 4 kandidatët aty që i pam ne? 4 kandidatë të spakut. Freqi tha, i ishin të 4 shumë të mirë. Tani unë po të isha ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk vinja atje. Se kush ishte i kompromentuar nga to që të vinte ambasadori i Amerikës dhe të vinte gishtin të thoshe bushati jo se është i kompromentuar. Do jetë ky. Pse duhet? Kur ke institucionin shqiptar që i zgjedh, ti ata aty i bëre qesharak dhe janë gjunare. Kotit merremi me tani. Janë shumë gjunamo, zotri. Ata aty. Ata që drejtuan. Cilët drejtuan? Nëse do të kishin dëshmuar, KLP-ja do të kishte dëshmuar integritet, nuk ishim në këtë gjendje. Problemi është që KLP-ja nuk ka dëshmuar integritet. O ishin të 4 të mirë. Po, unë ta kam thënë publikisht këtë gjë. Ishin të 4 të mirë. Absolutisht. Atëre pse duhet të vërgishin ambasada amerikane për të filanin? Sepse Sali Berisha jo më pak se 7 muaj më para thoshte që Spaku u praktikis nga Shqipëria. Si ka Sali Berisha këtu të pjesur? Zoti Rakipi, ka një KLP, ka një KLP qesharake dhe politika ka quar atje marionetat e Sali Berisha këtu më se po më habisin. Unë po ju bëj një pyetje që ju nuk doni as ti o zotri, as kjo nuk i përgjigjeni dot. Po ju pyet, a ishin të 4 të mirë? Po, more po. Atëre le ta zgjidhni institucionin që ka dorë. Institucion, sepse institucioni është i kapur politikisht. Se ky institucion është i kapur dhe të tjerët janë pa kapur. Po ti e cakton këtë. Ja ta them unë, e caktoj unë. Sepse KLP-ja ka 6 antarë që vinë nga jashtë radhëve të sistemit zotri. Edhe ato 6 antarët kanë maksimumin e votave. Ata janë të... Tani qfarë? Po kjo është pra tani. Dhe zgjodhen të pakorruptuarin. Po këta 3 tjerët ishin korruptuar aty? Jo, nuk është kjo. Të kompromentuar. Unë të dash disi indikator. Sa po miratoj që sistemin e kemi ngrit gabim, sepse janë nga jashtë. Unë kam 20 vjetë që raportoj për këtë çështje, po sepse ti ke qenë i pavëmendshëm, se ku kam folur unë për ato tek lana që thua, apo për çfarë po ndodhe në gjykatën kushtetuese, të gjithë të tjerët heshtin ishte preci diçka tani. Po, edhe ju, përfshirë dhe ju, kur janë hequr gjykatën që nuk meritonin shkonin rrugë, dhe keni heshtur, sepse isha një zë i vogël që ndoshta nuk dëgjohesha. Dakord? Hapi shikoj se raportimet janë aty. Tani ne kemi një KLP të kompromentuar dhe patjetër të 4 kandidatët ishin shumë të mirë. Me sa unë kam kuptuar, amerikanët kanë marrë disa indikator që lidhen kryesisht me skuadrat e përbashkëta hetimore dhe me besueshmërinë që krijojnë me një kandidat, jo për ta kapur në kuptimin për ta ndikuar, por që ka të bëjë me mënyrën se si bashkëpunon. Pra është njësoj sikur në momentin që krijon një strukturë, një skuadër, një media. Kë do marrësh ti zotrote? Do marrësh njerëzit të cilët beson dhe të bashkëpunuar. Jo, pra jo. Do shkoj ty së ambasadën, këtë marrë, po këto pra po... Oj, nëse janë të 4 të mirë... Njerëzit që ti beson. O, Klodi, se po më thua gjitha biçme dhe po të merojnë. Jo, jam... Nëse janë të 4 të mirë... Flasë në bërë. Shënësi ka pëse është... Se ka rëndësi që KLP-ja është e kompromentuar, kur janë të 4 të mirë ata.
Po nuk mjafton kjo Ylli. Ata kanë qenë sot prezent për treguar që SPAK-u nuk do ta kapni dot ju se jemi ne këtu. Pra për treguar mbështetjen e fortë që kanë ndaj SPAK-ut. Kaq kjo është. Në këtë mënyrë revolucionare të interpretuari nuk e ke keq. Po kështu është mesazhi më bursa ata janë budallëj që kanë dashur nuk e ke keq këtë mënyrë. Shiko, un kam revolucionare kombëtarëve si ty. Por ata budallëj nuk janë, nuk bëjnë gabime të tilla domosdoshmë. Po ata na i kanë bërë pjesën e ndërmuese të tjerëve nemo. Ata na i kanë bërë. Patjetër. Na i kanë shkaktuar. Ke vendyshim. Ore ke përgjigje për atë ndryrën që i bëra Preçit, 1 minutë. Kemi lejuar ne. A mund ta kuptosh? Ja tani. A mund ta kuptosh një gjë të thjeshtë? Si mund të shkojë ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i thotë sepse kemi lejuar ne. Mos e prek bankersin. E kemi lejuar ne. E kemi lejuar ne. Po tani pse e lejojmë ne të shkojë? E lejon ti, se ti po thua të shkoj tani. Dhe prandaj s'duhet ta lejojmë pra. Për këtë shkak se e kemi lejuar nuk duhet ta lejojmë. Ku kanë vajtur gjërat në këtë pikën që nuk ka më kthim brapa. Ambasadorët dhe ndërkombëtarët kanë shumë mëkate në këtë vend. Por sa do mëkatet kanë ata, mëkatet më të mëdha këtu i kanë këta tanë. Ka politika shqiptare. Dhe as që krahasohen mëkatet e tyre me çka kanë bërë këta tanë këtu. Domethënë këtu, se ne po flasim për përgjegjësi, Bushati tha që s'kan përgjegjësi, as mbajnë përgjegjësi për çfarë bën. Po pse mban përgjegjësi Berisha dhe Nano këtu? Këta çfarë s'kan bërë, kanë shkatruar këtë vend edhe s'kan mbajt dhe madje as duan të mbajnë dhe shif çfarë po i bëjnë SPAK-ut sepse për të parë po përballen me përgjegjësinë. Tash në këtë vend jetojmë, ne kemi parë çka kanë bërë këta. Ky është dhe rregullohet tani ju na rregullohet të vendeve bashkë. Ore, nuk ndërroj. Nuk po ndërroj. Po shkojmë pasaj ç'po bëjnë me drejtësinë e tyre në Kosovë. Me gjykatën ja ta thot Preçi, ngrije zërin pak fresh dhe vazhdoj fort. Shembulli po ja lën ndërkombëtarëve. Vazhdo Preçi. Po jalosh më Bushat. Janë muhabete. Gjykatën speciale. Gabim politika. Do vazhdoj muhabete tash. Ja, ju lutem. Preç. Preç të lutem. Muhabete. Po vazhdo. Vazhdo. Paruar, ky tren është nisur dhe do vazhdoj. Ai është në hullinë e Dumanit. Dumani ka vendosur një kuotë. Disa trena kanë nisur tjeve. Ky 35 vjet. I ke luajtur fen. Të paktën 100 trena. Jemi mos i hiq, shiko. Dakord, vazhdoj. Inshallah ky tren të del mirë më burr. Duhet i vendosësh gjërat në kontekst. Unë vetë, sikurse ju, edhe kolegët këtu, nuk jam për vetë veprimin, vetë vendosin e autoriteteve që zgjidhen. Këtu jemi tek SPAK-u, nuk jemi të tërkun. Nuk e pengon kush qeverin që tjetë autonome, opozitet tjetë autonome, institucionet tjera të jenë autonomi. SPAK-u është një institucion specifik, që është ngritur nga ndërkombëtarët, jo nga Partia Socialiste, siç ka pretenduar nga herë Rama, është imponuar nga ndërkombëtarët si një zgjidhje sui generis, sepse korrupsioni dhe krimi në atë vend kanë shkuar kaq larg, saqë nuk shemben as me votë dhe as me mjetët që ka Shqipëria tani. I kanë bërë një ndihmë Shqipërisë duke kriju një instrument që ashtu, do të thënë, me përpjekje, duke u përmirësuar nga vitin vit, ka arritur që të çojë hetimin sferat e larta, të hetojë figurat pa imagjinueshme. Bile Bushati këtu kemi qenë disa herë, për shumë njerëz nuk ka imagjinu kur se do hetoshin. Tani ta vendosim në kontekst. Mos e shpusim nga konteksti. Janë aty është nisur treni. 35 vjet pa trena, fare njerë. Memo kjo është muhabet dhe në të thënë treni i drejtësisë treni i hetimit Nëse sonte nuk bijem dakord me ju dhe Rakipin, nuk e mbyll emisionin. Mund të bijem dakord sepse nuk ka lidhje me mua. Ju vazhdoni çfarë doni. Treni janë ndërpret djetër. Po e për ndërprisin, po steni me që treni, nuk po flas për trenin e normalizimit e hetimit në sferat e larta e politikës dhe të erë. Pra treni normalizimit të hetimit në sferat e larta dhe të politikës dhe të krimit organizuar. Për këtë tren për flasëm. Në regull, mund të avem si dur. Tani, këtu janë 4, unë them 4 ishin shumë të mirë, sepse kanë kaluar një veting brenda vetë SPAK-ut, do fitojnë njerëz, nuk mund fitojnë, për Amerikanë ka qenë më i miri këtë që fitoj. Për arsye që i shpjegoj pak edhe Klodiana, mund t'ishtë dhe një tjetër, se e thamë 7-4, kanë marrë dhe tjere të vota, kupton. Por ata që kanë bërë, që me thonë, një gjest që për ta demonstruar preferencën, ka qenë më i miri se kyse sa tjeret. Dhe tani të shojmë, pse, sepse ky ka hetuar disa dozi, ka dhënë më shumë garanci, dhe edhe në rastin e parë, Amerikanët nuk gabuar. Dhe me thënë, gjithë një flasë për këto zhvillimit e 3 vjetëve të fundit. Pra ne themi t'i vendosim kontekst. Se sa herë themi gjë racionale për këtë gjë që ndodhë sot dhe këto 2-3 vjetë, shkojmë të ngjarje që kanë ndodhur për para
se sa tjetonim historinë e drejtësisë re. Atje ka fakte bollë, pa të s'nanimojnë më në analizë. Me ato janë fakte të dënushme që ka ndodhur, dhe me ambasadorin Lu, po ajo ka ndodhur në një kohë tjetër. Dhe reforma drejtësi i ka vendosur në një kontekst të ri, në këto zhvillime. Kështu që unë them që fitoj më i miri për Amerikanët dhe është më i miri dhe për ne.